është vepra e Trebeshinës, e cila nuk është botuar e gjitha. Kemi kaq shumë vepra nga Trebeshina pas 90-s. Imagjinoni, e din specialistë e letërsisë dhe lexuesit. U përkujtua edhe 100 vjetori i lindjes së tij. Bibliotekën kombëtare me piknisje nga Behar Gjoka dhe në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare. Dhe ndërkohë që sot dua t'i kujtoj teleshikuesve që dita e sotme, pra 21 korriku, përkon edhe me 101 vjetorin e lindjes së Martin Camajt, dhe menjëherë pas shfaqjes së dokumentarit ne do të kemi një grush librash me një bisedë vërtet shumë të bukur dhe me shumë vlera me profesorin nga Kosova Anton Nik Berisha, pikërisht për Martin Camaj, 101 vjetorin e lindjes, por edhe botimin me një vëllim të plot të gjithë veprës së tij, romaneve, dramave, por edhe poezive. Pra, botimi i plot i veprës së Martin Camajt. Kemi dorëshkrimet e Trebeshinës, po thoja, është një autor i cili ka ardhur tek lexuesi dhe i kemi kthyer si thosh dritat e vëmendjes tek ai. Dhe duket ndonjëherë sikur ky kthim vëmendjeje tek ai përbën dhe privilegjin e vonuar të shkrimtarit, në fakt është vetëm fillimi i përmbushjes së një pengu. Ka ende për të. Ti ke atë privilegjin e përballjes me studentët që të vinë nga bankat e gjimnazit, edhe pavarësisht se janë studentë që tani më marrin një specializim të gjuhë letërsisë, pra presupozohet që të kenë një lloj ndjeshmërie edhe më të lartë për letërsinë, por gjithsesi i njohin ata këto lloj autorësh të censuruar dhe të vetë censuruar nga regjimi komunist. Dhe a kanë ato ndjeshmëri për këtë lloj letërsie? Sepse tani më letërsia ka ato korifejnë, letërsia shqipe, Agollin, Kadaren, edhe autorë të tjerë, ndërkohë që kjo lloj letërsie disidente për hir të së vërtetës ka mbetur në hije. Sa mirë që e përmende, Beti. Mund të ndalem në cikle të ndryshme, për shembull në ciklin 3 vjeçar, kjo dukuri trajtohet prej meje brenda problematikave të letërsisë shqipe bashkohore. Sigurisht që është kjo letërsia ashtu quajtur e sirtarëve, ose letrat e fundit të Arkës që trajtohen dhe merr vëmendje që në vitin e 3. Pastaj trajtohet përsëri në lëndët kërkim shkencor që jap, por edhe në një lëndë që u hap këtë vit për herë të parë, pikërisht letrat e fundit të Arkës ose letërsia e sirtarëve, është një kurs monografik special, të cilën e punojnë student të masterit shkencor dhe e kanë punuar me shumë dëshirë. Me shumë dëshirë dhe ato ishin yje në prezantimin e punëve të tyre, një lloj si në një konferencë shkencore. Interesi ka qenë i jashtëzakonshëm, kanë ndjekur çdo gjë me shumë vëmendje, kanë pyetur edhe jashtë orarit të mësimit, janë interesuar vazhdimisht dhe u ka bërë përshtypje të madhe pa e tepruar kjo dukuri. Gjatë kohës që ke studiuar këtë lloj letërsie, ka pasur raste që si themi biografia e tyre, vuajtjet e këtyre shkrimtarëve të ke ndikuar edhe në vlerësimin estetik që kemi për to? Po, duhet, është një nga rreziqet që na ofron. Ose edhe në mbivlerësimin e tyre. Po si, është një nga rreziqet kjo. Do me thënë, krijohen ndjenja të tilla mallëngjyese, të cilat mund të ndikojnë në afeksionin, në dashurinë, në ndjeshmërinë që kemi ndaj një autori, prozator ose poet ose jo. Megjithatë, tek rastet e autorëve shumë të mirë që janë në maj të themi të kësaj dalge, është Zev Zorba, si që përmendëm, rasti i Mihal Hanxharit, i cili vetë nuk pranon të botoj, edhe pasi është gjallë, jeton ende pas ndryshimit të sistemit, është e çuditshme, do të thënë, akti politik kthehet në akt estetik pastaj, s'ka besim të poezitë e vete, është e çuditshme. Dhe pastaj është rasti i shkrimtarëve si Mustafa Grebleshi që e dojgjën plotësisht veprën e tyre. Po ato do të na interesonin shumë, me thënë të drejtën, do shkrimet e djegura. Një copë puzzle-i që i mungon letërsisë shqipe. Ne kemi pa fuqinë e Grebleshit, t'jashtëzakonshme, të mërësisht të fascinante, tërheqëse shumë dhe 1001 netët për shembull, dhe do të na interesonte shumë që të dinim tek përkthimet, se pastaj Mustafa Grebleshin e kemi parë tek ato fejtonet e